Ngrohja globale, studimi i fundit jep skenarin e pazakontë, po vjen një epokë akullnajash. Një studim i fundit nga Universiteti i Kalifornisë në Riverside, i botuar në revistën Science, sugjeron një skenar të pazakontë për të ardhmen e klimës në tokë. Një epokë e re akullnajash e shkaktuar nga vetë mekanizmat natyror të planetit. Një mekanizëm i anashkaluar më parë në ciklin e karbonit të tokës mund të bëhet një korrektor i egzageruar për ngrohjen globale, në vend që të stabilizojë klimën, mund të aftoj atë deri në pikën e zhytjes së planetit në një epokë të re, akullnajash thuhet në studim. Sipas studimit, në thelb të këtij skenari është cikli i karbonit, ku shiu përthith dioksidin e karbonit CO nga atmosfera dhe shpërbën shkëmbinj duke çliruar kalcium dhe fosfor që përfundojnë në oqean. Këto ushqejnë planktonin, i cili përmes fotosintezës dioksidin e karbonit dhe pasi vdes e zhyt në fundin e oqeanit duke larguar nga atmosfera për periudha shumë të gjata. Studimet e vetë studiuesve tregojnë se cikli i karbonit ka pësuar ndryshime drastike gjatë epokave akullnajore dhe ndër akullnajore. Ky mekanizëm ftohës mund të vazhdojë përreth nevojës duke vepruar si një kondicioner pa ndalesë. E kështu në një të ardhme shumë të largët të dhjetra apo qindra mijëra vjet mund të nxjisë ftohje ekstreme dhe një epokë akullnajash. Megjithatë, studiuesit theksojnë se ky proces nuk ka asnjë ndikim të menjëhershëm nga ngrohja globale dhe ngrohja globale mbetet kërcënim kryesor për shekujt e ardhshëm. Ngrohja globale mbetet kërcënimi kryesor për shekujt e ardhshëm. Sipas tyre, ngrohja globale do të vazhdojë në dekadat e ardhshme me pasoja të prekshme, nga një rritje e ngjarjeve ekstreme deri tek rritja e nivelit të detit. Për këtë arsye, shpjegojnë studiuesit, politikat e rekrutimit, emetimeve dhe strategjitë e përshtatjes mbeten përparësia kryesore. Modelet aktuale të klimës nuk mund të parashikojnë saktësisht ndikimin afatgjatë të këtij fenomeni ndaj prioritetet mbeten reduktimi i emetimeve dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike që po ndodh tashmë.